Si ka lut. E mani men kur ke qenë më të vegjël një periudhë që ti kishe frikë nga gjona, për shembull ke pa një film horror që s'du ta shifje që 5 vjeç, tash ke frikë me fjet natën. Çfarë frikacaku ke qenë kur ke qenë i vogël, ë? Është vërtet o zemër, je më frikacak nga filmat horror tash nuk po domeni. Mund të argumentohet zemër që ti je më frikacak tash se ç'ke qenë kur ke qenë i vogël. Atëherë ke qenë kokra e gangsterit, tash si je më. Me çfarë logjike po ju them që ti pas ke qenë më gangster i vogël se ç'je tash? Kjo është çik si pa logjike, kupton? Unë ty bëj pyetje. Keni mur rrotull zemër, shifej mur të shtëpia. Të bëj pyetje, çfarë shije ka muri? Pa e shiju, sigurisht, mos e ve llapën të muri, e kupton? Çfarë shije ka muri o zemër? Jam i sigurt që ty mund të të vinë në mendje se çfarë shije ka muri. Pse e di këtë gjë? Sepse ke qenë i vogël o zemër, të ka shku mendja me vu llapën të muri. Shife dollapin rrotull. Çfarë shije ka drasa e dollapit o zemër? Çfarë shije ka telefoni? Çfarë shije ka perdja? Nga i di këtë gjë, e kupton? Këtë gjë i di sepse ke qenë i vogël, ke qenë i trash. Domethënë, jo i trash, jo i zgjut, i trash se s'kishe çfarë më bë. E kuptoj, mërzit vetëm shtëpi, kështu që ja fut llap murit, sepse jam kurioz se çfarë shije ka muri. Këtë e bën vetëm një herë, sepse zbulon herën e parë që nuk ka shije të mirë muri. Edhe e ke seleksion dhe e di dhe tash o zemër. Mund të argumentohet që kur ke qenë më i vogël ke pas mentalitet komplet tjetër. Ishe kurioz, siç je edhe tash, me zbuluar gjëra të reja, po atëherë nuk ta hate, nuk ishte pasoja. Edhe tash ta ha. Për ne ke qenë më gangster atëherë. Imagjino ç'a niveli gangsterit duhet të kesh qenë që 5 vjeç, që zgjohesh ditë mëngjes edhe thjesht nga trashi, as ke çfarë më bësh, shkon në lëpin sapunin, se je kurioz me ditë çfarë shije ka sapuni. Edhe zbulon që ka shije të keqe. Edhe pastaj del jashtë, edhe shef balt në tokë. Edhe sapo provove sapunin që është gjë e pastër. Balta është gjë e piset. Jo më zemër nuk ka pasoja. Fuck it, do shkoj të provoj baltën. Mund të argumentohet gjithashtu që gjëja që i bashkon gjithë frikrat që mund të ndjejë njeriu është frika nga e panjohura. Domethënë ti ke frikë nga diçka që nuk ja di se do dalë rezultati. Siç folim kur ke qenë i vogël nuk ta hate se do dalë rezultati. Nuk ka pasojë, nuk të plas ta vdes, thjesht i hedh nga kati i dytë. Tash nuk i bën më këtë gjëna. Kupton ç'do të them? Ti ke frikë nga e panjohura. Kështu që mund të flasim se ajo frika nga përbindshi që kishe kur ke qenë i vogël, që s'flihet dot natën, ajo është irracionale. Pse o zemra, tash sot e kësaj dite, po të hyte xenomorfi në dhomë, nuk do kishe frikë? Kupton ç'do të them? Pse ke pas frikë kur ke qenë i vogël se sa ke pa filmin? Është irracionale, nuk ka për dal më vërtet xenomorfi të dhoma. Kështu që mund të argumentohet që ti s'ke qenë frikacak kur ke qenë i vogël. Fajin e ka filmi që ta futi atë gjën imagjinat. Në të dy rastet, edhe tash, edhe kur ke qenë i vogël, nuk do të vi xenomorfi në dhomë. Thjesht tash e di këtë gjë më mirë. Thjesht po mundohem të bëj çik humble, me ta heq kamendja këtë mendimin që ke që kam qenë frikacak kur ishe i vogël e tash shoqyr që jam më. Është komplet anasjellta, kupto bolli efekt të budalliqe vetë, se vetëm mashtron veten. Frikrat që kishe kur ishe i vogël ishin budalliqe, domethënë kishe frikë nga it, nga kloni. Kjo nuk ndalote ndonjëherë me provu gjëra të reja. Kjo frikë nga kloni ke vetëm natën, kur ke kohë me mendu për klonin. Gjatë ditës zemër shifje atë topin e betonit që duket si top futbolli, edhe i rem shkel. Njësoj siç kam radhë unë dhe kushdo tjetër. Kupton ç'u them? Sa po më dëm koma, edhe tash nuk do i bëj më kurrë në shkel. Është një eksperiencë e re, ti provove diçka të re dhe dështove. Hajt mos ta bëj më kurrë. Kur ka qenë era fundit që ke provu tash diçka të re? Nga çka ke frikë? Për shembull, ke frikë nga me hapi biznes, se ke frikë mos të dështon. E kupton? Ke frikë nga mungesa e suksesit, ke frikë nga talli e shokëve, hape biznes nuk të funksionoi. Ke frikë nga taksat. Kupton ç'u them? Nëse do e merrnim, thjesht këtë du të them. Nëse do e merrnim mendjen tate kur ke qenë një 5 vjeç, 10 vjeç, do të vinim te trupi jot që ke tash, do i thonim mbo lek. Do bëjmë diçka që të bëjmë lek. Hajde o zemra. As nuk do ja hate fare për asnjë gjë. Thjesht hajde ta bëjmë tash. Mund të thosh se ke qenë më pak i zgjut, domethënë më budall kur ke qenë i vogël, më pak i informuar, më ignorant. Po kurse si nuk mund të thosh që ke qenë më frikacak. Je dhjaks tash në krahasim me veten tënde kur ke qenë 10 vjeç. Ai tipin nuk ja hate për asnjë gjë. E mamën në zemra që s'kishe ankth social siç e ke tash. E mamën në atë momenti kur pe i xhaje te parku edhe shkove dhe i the I ke boja tash o zemra, kupton ç'u them? Në të dy rastet kush është pasoja? Se mund të thosh që xhaja nuk do të gjykojë si je kalama. Gjithë kalamajt thonë, kupton ç'do të them? Ç'a është pasoja nëse shkon tash edhe i thu një xhaje, Ço do bëjmë? Do marri policin, do të regjistroj xhaja. As i pasoj s'ka. Ti ke frikë nga as i gjoja. Unë do ju sugjeroj ta gjeni brenda menes tuaj ku e keni varrosur atë kalamanin që keni qenë atëherë, atë tipin e çmen që si hate për as i gjë, s'kishte frikë nga as i gjë, edhe sidomos me provu gjëra të reja. Është më mirë mentaliteti i atij se ky që ke tash. Ta garantoj këtë gjë. Ligjet e manifestimit na tregojnë as above so below. Ti merr atë që meriton, atë që mendon më tepër. Qofse mendon që do ecë, të ecën. Qofse mendon që nuk do më ecë, nuk të ecën. Kaq e thjeshtë është o zemra. Qofse hap diçka të re, një biznes të ri, provon diçka të re, ti tash do kishe frikë nga taksat, do kishe frikë nga gjithë gjërat që mund të shkojnë keq. Ai tipi që ke qenë kur ke qenë 10 vjeç thjesht do mendonte për lekët. Ue o zemra, kena biznes, do bëjmë 100 milion euro. Nuk e di në çfarë momenti specifik vdiqet ti o zemra, nuk e di kur ishe kaq kurioz dhe kaq i zellshëm me mësu gjëra të reja, tash je antikurioz. Thjesht bën të njëjtën gjë në lup çdo ditë të sate, edhe pse i ke pa rezultatet që i jep. Kupton çfarë them, po unë të sugjeroj ta zgjosh atë tipin. Ai jeton akoma aty mrena. Është pjesë e kuriozitetit tat. Ai kalamani 5 vjeçar që ke qenë. Ai tipi i çmen, ai tipi budalla që ke merrë në menestat,
private, ai do e bën të tashi. Këtë gjën që ke një vit që po e menon dhe ke frikë nga taksat. Ai do e bën të tashi, do dështote si loqe. Edhe pastaj nuk do harxhote më kohë të u marr me këtë, do të provote 6 gjëra tjera. Ti o zemër, siç je tashi ke për të menduar gjithë jetën, a ta bëj mos ta bëj, ta bëj mos ta bëj. Edhe pse momenti s'ka për të ardhur kurrë. Përse të hapen sytë, ta kuptosh që vetëm e tashme ekziston, edhe vetëm ti e gabimi. Ti në tashi, në të tashmen je gabimi. Bolli ja vune fajin vetes kur ke qenë nga lama, edhe rrethanave tuaja. Kur ke qenë nga lama, ke qenë gangster, ke qenë më pak antisocial, sta hate për asnjë gjë, do kishte qenë biznesmen më gangster, ke pas konfidencë mjaftueshme me i thon njerëzve do bëhem astronaut. Edhe tash nuk e ke mozë, se të ka vdek. Kush ka drejt? Ti apo ti? Hajde çif në vonë.